kur të shtit dikush, a lejohet me i thonë shëndet, e jo si pas islamit, dhe më thonë, me i thonë, kur thotaj elhamdulillah, me i thonë yarhamukallah. Syneti pejgamberit alayhi salatu wassalam edhe sevap, për me emrin sevapin, me pasu synetin edhe me u shpërblyt të dy palet, ai që të shtit, duhet me thonë elhamdulillah. Ai që dëgjon thot yarhamukallah, Allahu të mëshiroft. Ky ja kthen yahdikumullahu yuslih balakum. Allahu të ju udhëzoft edhe u përmirësoft veprat. Ka një transmetim, Allah ju udhëzoft juve dhe neve dhe na i përmirësoft veprat. Në këtë formë secili që e thot një dua i shkruhet shpërblim. Do të thonë ai që thot elhamdulillah, shpërblema, yarhamukallah, shpërblimi tjetër, edhe ky prap. Edhe kështu pasohet suneti, ai që pason sunetin do të ringjallet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenet. Këto fjalët pastaj shëndet. Mas kësaj elhamdulillah yarhamukallah që e përmenda, mundesh me i thonë shëndet, mundesh me i thonë Allahu të dhash begati, masi ta kryen këtë sunet, por nuk është patjetër. Nëse nuk thot ai elhamdulillah, ai që ka të shtit, ti nuk ki nevojë me i thonë yarhamukallah, Allahu të mëshiroft. Pastaj ndash thuj shëndet, ndash çka do të thuj, nuk shoh diçka as të obligative, as lejume, as ndalume, suneti nuk u praktiku, për tjerat nuk ka fakte kur gjë.